Kush është 18 vjeçaria që u përplas për vdekje, u tërhoq nga emigranti në shinat e metros. Një vajzë 18 vjeçare humbi jetën pasi u shtyr në shina nga një emigrant sudanez në një sulm të rastësishëm në stacionin e metros Wansbeck Markt në Hamburg, Gjermani. Ngjarja ndodhi të njëjtën rreth orës 22. Viktima Fateme D u tërhoq dhe u shty nga Arjo Pa, 25 vjeç, i cili gjithashtu humbi jetën pas përplasjes me trenin. Autoritetet konfirmuan se nuk kishin asnjë lidhje të mëparshme mes tyre. Lajmi ka tronditur komunitetin dhe familjarët e vajzës kanë shprehur dhimbjen e tyre në rrjetet sociale. Në Instagram, nëna e saj postoi një foto duke mbajtur lule dhe duke shkruar "Bia ime është një ëngjëll". Në një tjetër postim emocional shtoi "O vajza e bukur", një tjetër omazh përfshinte një përmbledhje videosh me mbishkrimin "Natën e kaluar desha të përqafoja". Mediat gjermane raportojnë se sulmuesi kishte një histori të dhunshme dhe ishte në radar të autoriteteve. Ai ishte arrestuar disa ditë më parë për sulm ndaj oficerëve të policisë, por më pas u lirua. Autoritetet thanë se ai kishte hyrë në Gjermani në mes të vitit 2024 përmes një programi humanitar dhe jetonte në një akomodim tip kontejner në Hamburg. Dëshmitarët thanë se autori po tregonte sjellje të çrregullta pak minuta para sulmit tragjik, ndërsa i bërtiste viktimës do të marrë me vete.